Mirëmëngjes dhe një herë tjetër nga këndi i kuzhinës. Ja ku e keni zonjën Vjolca që me zi e prisni. Mirëmëngjes zonja Vjolca. Mirëmëngjes. I përshëndesim të gjithë dhe bëni gati tani sepse nisim me recetën e parë me një herë. Mirë se erdhët emisionin tonë. Sot do bëjmë një drek të plot. Do bëjmë pul me speca, të shoqëruar, e për le sekret. Më mirë akoma. Do ta shoqërojmë me një recetë tjetër që kombinohet shkëlqyshëm dhe kombinohet mirë as buk, as gjë. Dhe kështu mund të bani dietë, dëgjoni mua. Edhe mirë ju bëjnë, gjitha i merrni, gjitha vlerat. Ngrojmë një çik tigane. Marrim fillimisht pulën. E marinojmë me krip dhe piper. Dhe pasi ta kalojmë një çik në tigan, do ta vendosim këtu në tavë. Vetëm pakës, si që bën ti ndonjëherë që sa të marri një çik ngjyrë. Le të marrin çik si më mirë kësaj radhe. Në këtë herë të bëjmë pak në ngjyrë. Shumë mirë. Po. Bëjmë marinimin. Tani, secili sipas preferencave të veta mund të përdori dhe borzilok në këtë recetë, mund të përdori dhe trumës. Unë nuk e kam të freskët, kështu gjysë thatë, mund të përdori dhe rigon të freskët. Zgjedhja është e juaja, cila ju pëlqen ju, mund ta përdorni për shijen. Bukur, kështu pra kemi një recetë me pul sot dhe siç pat pra ka dhe perime të tjera, ndërsa për recetën e dytë do të shohim. Do të hedhim vetëm 2 lugë vaj. Bëjmë gati vajin e ullirit. Po, 2 lugë, jo shumë. Ta bëjmë me sy? Po, ja me sy, ja. Se po e bë gabim thuj. Një? Mjaft. 2. Kaq. Mund t'japim grafikën, që ta shohim në E shohim, me një herë shohim, përfitojmë nga kjo koha. Po. Shohim cilët janë përbërësit që do t'ju duhen, një përmbledhje ashtu se që ne e sjellim gjithmonë me grafik për të ardhur në ndihmë të çdo anvise që gjithmonë na thot, na lini pak ta shohim atë grafikën që të mbajmë shënimet tona. Atëherë, 4 racione mish pule ose një pule vogël do t'ju duhet për pulën me speca. Krip dhe piper i zi, një lugë gjelle miell, një qep, 3 speca me ngjyra, 2-3 domate mesatare, trumz, rozmarin ose borzilok, siç po ju thoshte edhe zonja Vjolca, gjysmë gotë verë të bardhë dhe pak vaj ulliri. Se të mos bëni sot një pul me speca, ta bëni. Apo sa e shishpe që është. Po, pa diskutim. Dhe si alternativa e djeshme dhe kjo e sotshmja, të shoqërohet me, kjo e sotshmja do një past të mirë, po do ju tregoj një sekret për të bërë një pesto, jo me borzilok, po me kungull. Një pesto që ju mund ta vendosni dhe në kubik, në frigorifer, mund ta ngrini, të hidhni në një tas dhe për çdo rast, bëni supë, bëni një gatim ku mund të jetë prezent edhe kungulli dhe që mos i duket kalamajve, fëmijëve, e hedhim në kubik. Me të njëjtën pesto do të bëjmë, e thash, do të bëjmë edhe një pjatë pasta, pa jo, pasta brenda ka dhe sekrete të tjera. Me shikoni pra që është një recetë shumë e veçantë ajo e dyta. Ju thash që deri në minutën e fundit të programit. Është një recetë që mund të receta kryesore është pesto me kungull. Po, unë do t'jap një shembull ku shembujt e tjerë do t'i interpretoj, mund t'ju them se ku mund ta përdorim këtë dado me pesto kungulli. Super. Shumë mirë. Një mënyrë tjetër pra për të përgatitur një tip salce të vogël të shijshme që ndryshon shijen e gatimit. Ndërkohë në pjesën e parë, kryefjalë pra është pula, mishi i preferuar i të gjithëve, i të gjithë familjes. Një version tjetër sot. Legjve, i të rinjve, i fëmijëve. Edhe nuk është shtrenjtë. Shqyr na ndihmon recetat që ne të ndryshojmë shijen. Japim çik ngjyrë mirë sot. Ti vendosim në tavë, pra me 2 lugë vaj. Jo me shumë ngjyrë.
Shisa janë këto shpatullat. Goxha. Shumë e mirë duket. Ka qenë një pul e plot bufalaçe. Po. I kanë gjatë zonjë. Shëndetshme. Janë më të mira ato kështu. Të këto polaket. Të kënaqen. Ndërkohë këtu kemi plot tavolinën, se kemi dhe Deanin që në ndihmon me pamjet, me përbërësit e tjerë, të cilët dal nga dal do të shohim se si do të kombinohen për të realizuar recetën e sotme. Duket që nuk është shumë me shtrenjtë si pjatë, zonja Vjollca. Çfarë është shtrenjtë? Varet edhe se ku i blen. Se çmimet edhe pse mund të jetë pul, ndryshojnë nga një dyqan në tjetër, sigurisht. Ndryshojnë dhe nga cilësia e pulës. Ne këtu sigurisht marrim cilësinë më të mirë, se cilësia më e mirë është dhe më e shëndetshme, kuptohet. E vërtet. Në maksimum e kam këtë. Bukur, s'ka që presim, ndërkohë unë do kaloj pak tek shporta. Kalo ti ke shporta. Unë do të kaloj tek shporta jone dashur për të përshëndetur si çdo mëngjes kompaninë të UTA. Faleminderit shumë që jeni me ne. Është kënaqësi që jeni bashkëpunëtorët tanë në rrugtimin ton këtu të gatuaj me zonjën Vjollca, një program shumë i dashur për shqiptarët që sjell receta të jashtëzakonshme, të thjeshta për çdo shtëpiake që të mund të gatuaj çdo ditë, ashtu siç i sheh këtu në ekran, mund t'i bëjtë në shtëpi. Këtu në shportën ton kemi disa lloje orizi dhe miell hikre, quinoa, granola, bulgur, tërshër. Sot në mëngjes mund të hani tërshër, kjo mund të ishte zgjedhja më e mirë. Unë për shembull djalit tim sot këtë i kam bërë gati, tërshërën, që do ta konsumoj në mëngjes, dhe gjithmonë ja jap ose me dardhë ose me mollë, me qumësht. Po e ke provuar dhe sitrana? Sitrana? Si ta bëj sitrana? Zin çik trana, siç e bëjmë tranan me buk. Po? E bëm tranan, edhe dhe tërshërën, mund të jetë tërshëra edhe ashtu e coptuar një çik. Po? Një luk vaj ulliri sipër, ose gjallë, çfarë të duash ti, pak thëri me djathi. Tërshërën, se dija, nuk e dija këtë. Gjithmonë shkoj tek frutat kur shkoj tek përdor tërshërën. Që t'ja ndrosh ndonjëherë kur e do të kripur, bëja kështu se bukur. Do t'i pëlqej, nëse i ha të kripura. I ha sigurisht. Tani i heqim sopat e pulës. I vendosim këtu. Të gjitha kështu i ke prerë, fije edhe domatën edhe specat. Domatet, kujdes, shiko, domatet kam prerë vetëm, nuk e kam hequr lëkurën, kam prerë vetëm pjesën e jashtme, çka ka brenda lëng dhe tull, është mirë të unë nuk gjeta ato domatet e gjata, italiane, si themi ne, ato janë të pjekura, janë shumë të mira për gatim. Unë ato i preferoj shumë dhe kur i gjej në treg nuk marr gjys kile, po marr 2 kile, 3 kile i fus frigorifer. Po mbarojnë. Mbarojnë shpejt, në fakt, po janë shumë të mira se janë tulle tëra. Po, për gatim janë shumë të mira. Tani do të hedh specat, mix speca, me ngjyra, do të hedh edhe këto domatet. E ta pastrojmë. Pak krip.
disa gjethe borziloku, se borziloku më duhet për recetën tjetër. Kemi në të dyja recetat borzilok sot. Po. Se po thonim, pra kemi pesto, po do jetë më e veçantë pestoja që do të sjellim se ajo klasike që ne konsumojmë. Të kënaqshëm aroma e borzilokut, freski sjell. Edhe coptimi me duar është shumë i rëndësishëm, siç e kemi thënë me zonjën Vjolca, po thjesht për kujtes për ata që mund të mos na kenë parë, dhe ndoshta edhe nuk e kanë dëgjuar si gjë, shumica e din, po ja po e provojmë. Që mirë është ta këpusni me duar, ndaj po e bëjmë se thikat këtu i kemi, por oksidohet edhe nuk është njësoj. Ndonjëherë ne nuk gjejmë domaten, edhe pak domatja nuk do t'jetë, ama mund t'jetë speci dhe do të dëshirojmë këtë recetë. Atëherë ç'do bëjmë? Do të marrim pure domate, kemi frigorifer, mirë t'ja hedh edhe një lugë që ta shojnë atë visat, ta fiksojnë në memorien e tyre, që dhe po s'qe domatja, mos i hedh një lugë, do të hedhni 2 lugë, nuk ka fare problem. Ja ku është. Unë do të hedh një lugë, se kam hedhur domaten, po vetëm për ta ditur ju se si, prandaj kjo shishe e kompanisë të Uta gjithmonë rri në frigorifer. Është më e mira që ne mund të kemi për të patur një shije, ashtu siç na e kërkon vetë mideja, i themi ne alla shqiptarë që, mideja jonë, ja. Mungon domatja, do të hedhim 2 ose 3 lugë të tilla. Salsën star, ajo që ne sugjerojmë. Salsë italiane tani, fantastike. Kur kemi 2 minuta të fundit, ti do më thuash mua që të më nxjerrësh tavën. Po, edhe 1 minutë, do jemi aty të 2 minutat e fundit. Ashtu, mund të shohim atëherë grafikën, dhe me njëherë pas grafikës nxjerrim tavën, e bëjmë kështu. Dhe shohim për të lexuar edhe një herë tjetër të gjithë përbërësit e kësaj recete që ne po sjellim në pjesën e parë. Pul me speca. Do t'ju duhen 4 racione mish pule ose 1 pul e vogël, krip dhe piper i zi, 1 lugë gjelle miell, 1 qep, 3 speca me ngjyra mikse për ta bërë më të bukur, 2-3 domate mesatare. Mund të zgjidhni me strumzës rozmarinës dhe borzilokut, gjysmë gote verë të bardhë. Ju duhet gjithashtu dhe pak vaj ulliri sigurisht për përgatimin. Këta janë të gjithë përbërësit e kësaj recete, pul me speca që është e para për ditën e sotme. Në pjesën e 2 do të shohim se çfarë do të kemi. Pak fare na zbuloj zonja Vjolca, po ama ta mësojmë të gjithë procesin, duhet ta ndiqni. Po stoj pak këto, e kemë mbarë aty, ke të drejtë. Nuk po shkojmë, nuk po zjatëm jashtë shumë. Ja ta marrë tavën. Kështu. Shumë mirë. Gjithçka shkon shumë mirë. Tani kjo pula do zjejë, si do zjejë? Do zjejë në verë të bardhë. Dhe që mishit marrë aromat e specit dhe të qepës, do t'i hedhim sipër specat, do t'na nxjerrësh tani një çik letër alumini. Letër alumini. Ja ku e kam. Në ngjyra verore. Po ja pra t'i shfrytëzojmë edhe këto ditë një çik. Po pra. Po na troket edhe pak. Po troket po vonon. Lasëm vape. Lasë vape, po kur të fillojnë shirat, do të dinë të pushojnë. Po me thënë të drejtën, më mungon pak ajo aroma e vjeshtës. Në mezi po e pres. Unë vjeshtën e duash. Si që ka një... Edhe a di që po mendoja dje? Më ka marrë malli të pi çaj mali pas dite me shi. Se unë e kam shumë qef çaj. Mua më ka marrë malli të ha buk me çaj e me djath. Se kam të privuar që ta lyej me gjallë dhe ta thek. Dhe më tradicionale se kjo që po them unë nuk ka. Po sa të shijon pa mire ke edhe unë e duar shumë. Unë kështu kam grënditjetën. Kështu që tani e mbulojmë me letër alumini. Do ta zbulojmë, do ta heqim letrën në 10 minutën e fundit, po njerë për njerë kështu. Po më djegin duart. Mere këto.
Ja, sa ti ta rrudi që këtë letrën, e? Po, që duhet më letër. Ja. Vetëm, se është e nxehtë në fakt ajo ke të drejtë. Urdhra. Ja, po e vendosun tani në furr. Temperatura 200 gradë në mes të zgarës. Ja, se ta hapun. Faleminderit. Po. Varet. Ja, ku është? Kjo është receta e parë. Kjo ishte mrekullia e parë që përgatite për sot. Tani pjesa e dytë do të jetë më interesante. Ha, e shikoni sa gjëra të mira. Duhet ta ndiqni deri në fund premtimi dhe këshilla që ju jap që në hyrje të programit. Mirë, në përfundim të recetës së parë ju e dini shumë mirë që ne gjithmonë shkojmë tek ofertat e BCTV-s, por kësaj radhe ne do të kalojmë nga njëra kuzhinë në tjetrën sepse Dori është në kuzhinën e BCTV-s për të na sjell ofertën e ditës së sotme. E përshëndesim dhe menjëherë shkojmë tek ajo, pas pak do të jemi bashkë.